Në ke ditë prej fillimit që do të merresh me muzikë apo ke pasur diçka tjetër në synim si fëmijë? Nëse diçka e kam pas qartë në jetën time dhe të palëkundur e kam pas profesionin tim. E para çka kam pas është që dua të jem simdhënëse. Punën me, do të thënë, komunikimin me fëmijët, me të rriturit e kam dashur shumë. Pastaj sigurisht unë karrierën profesionale, si thua, simdhënien e kam nis në shkollën e muzikës, atje diku për 15-20 vite dhe pastaj në të njëjtin interval kohor në dekadën e dytë nisa dhe angazhimin në universitet dhe kuptova që me të rriturit kisha një përqasje, le të themi, shumë specifike, sepse duke qenë natyrë që analizoj shumë, analitike dhe mendimin kritike kisha shumë pasion. E kam pas për herë edhe atëherë kur nuk dija çfarë është mendimi kritik si fëmijë, kuptova që komunikimin me të rriturit e doja më shumë. Pra, analizën, studimin, hulumtimin, si me thanë, edhe vazhdova punën sigurisht në universitet me të rritur ku dhe vjoj edhe sot dhe është një nga pasionet e mia. Por që sigurisht ka pasur momente edhe kur e kam menduar për çfarë do të bëja sikur të mos kisha studiuar muzikën. Unë e cilësoj veten si një individ që ka edhe talente tjera dhe pasione tjera, por nuk e di në qoftë se do të bëj një pyetje konkrete çfarë do të studioja, por do të isha diku aty tek studimet e filozofisë, ndoshta e di që sot duket një profesion pa perspektivë, si me thanë, por çështja është se ku e ndjen njeriu veten, duke qenë se mendimi, sepse edhe mendimin e shoh dhe komunikimin si art, pra gjej element përbashkët. Janë copëza, sekuenca tek njeriu që pastaj e bëjnë një tërësi edhe ti thjesht ku ndjehesh mirë aty edhe reflekton.